ata që më shumë të dërgojnë salavatin me pejgamberin e Islam, ata bidatçi apo ata dietar të hadithit, të cilët vazhdimisht për çdo ditë mas paku kanë 1000 ose 2000 herë e përmendin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe mas çdo përmendjes dërgojnë salavatin mbi të sallallahu alaihi wasallam. E tash pse nuk marrin pjesë pasuesve sunetit në salavatet të shpikuna, në formën e shpikut të dërgimit salavatit me pejgamberin e Islam, kjo është argument se ata nuk e din pejgamberin ose nuk shojnë salavatin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Shembull domethënë të tillë ka sa dush, se si ata e përzin të vërtetën me të kot edhe mundohen njerëzve pastaj domethënë të prezantojnë mendimet edhe bindjet e tyre se ato janë të vërteta, vetëm e këta tjerat janë domethënë të kota. Përzierja të vërtetës me të kotën është një sunnet me thonë, një tradit, një dok që vazhdon gjenerat pas gjenerat e pekone më shrikve, bile prej të izraelitët e vjetër, e deri sot e kësaj dite, kur për shembull laikt e ndryshëm, sekularistë e ndryshëm, armisht e islamit të publik edhe ata të fshet, mundohen muslimanëve të marrin mendjen, të eksportojnë trunin, duke u prezantuar domethënë disa liri, disa të drejta dhe duke i largu prej lirive dhe të drejtave të tyre kryesore, që është adhurimi Allahu xhaleshanu në adhurim të plot, edhe nënshtrimi total vetëm ligjit të tij subhanahu wa taala, jo nënshtrimi domethënë ligjive tjera njerëzore përveç ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe ata mundohen varianta të ndryshme, edhe perëndimi përgjithësi mundohet muslimanëve tu ofron zgjidhje jo të plota, zgjidhje të cunguara, të mangëta, vetëm të largon për idealeve dhe për parimeve të tyre kryesore, dhe këtë normalisht i mbështjell me disa fakte dhe me disa të vërteta. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an thot: "Wala talbisu al-haqqa bil-batil wa taktumu al-haqqa wa antum ta'lamun", mos e përziheni të vërtetën me të kotën, për të mashtruar njerëzit. Wala taktumu al-haqqa, dhe mos e fsheni të vërtetën duke e ditë. Faktisht kjo janë cilësi që Allahu xhaleshanu i ka treguar se janë pas izraelitët, të cilët vazhdimisht normalisht kanë shef shumë fakte nga Teurati, i cili është shpall atyve, edhe ato fakte që kanë qenë të vërteta i kanë përzi me kotat kryesore, kur nisen mos me qenë ata e pastër, domethënë e filtruar, sepse pastërtia bot kuptimit tanë, pastërtia e fakteve të vërteta që kite të jep çka? Jetë, të jep gjallëri, gjithashtu të jep aktivitet, të jep frytet e pastat e kulluara për dallim prej fakteve që të janë të njollosura ose janë të domethënë të përzijera të këtij. Normalisht në botën islame kjo variant për të cilën po folim, varianta e të përzierjes të vërtetës me të kotën, paraqitet në forma të ndryshme, shumë më të ndërlikuara se sa që paraqitet ne, që jemi në margjinë të botës islame. Atje shembull, muslimanëve largimin e hijabit, me argumente domethënë parciale nga Kurani dhe Suneti, i nxjerrin krejtësisht prej kontekstit, i zhveshin krejtësisht prej rregullave të përgjithshme të islamit. Ose shembull afton mbështetjen vetëm në Kur'an, mos mbështetjen në Sunet, ose refuzimin e shumë haditheve, pranimin e vetëm disave, edhe në këtë rast kriter të vetmen e kanë logjikën e kështu me radhë. E që kjo mbështjellje të kotës me të vërtetë, ose të vërtetës me të kota, është një problem i madh në botën arabe që ka shkaktuar një shizofreni ideologjike, me thonë ose mendimore tek muslimanët në botën arabe. Se më një anë beson Kur'anit edhe Islamit, në anën tjetër mendon se ka mundësi të bëhet një kompromis mes demokracisë ose sistemeve njerëzore edhe shariatit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe shumë njerëz jetojnë çat shizofreni, dy personalitete, më një anë musliman, më një anë jo musliman, më një anë mbështetet Kur'an, më një anë mbështetet në ligjet e njerëzve që janë ndeshje me Kur'anin, edhe vazhdon jetën e tij me një lloj të tillë të shizofrenisë. Shkaktarët e kësaj shizofrenie mendimore në botën islame, në përgjithësi në botën arabe në veçantë, janë këta njerëz që mundohen domethënë disa fakte të vërteta të mbështjellen me fakte të jo të vërteta. Edhe vazhdimisht krijojnë për këtë gjë institucione të ndryshme, domethënë institucione të mendimit, qendra të studimit, qendra për analizë dhe statistike, kështu më radh, kryesore të arrijnë domethënë në këtë shkallë që të u përzihen njerëzve faktet e vërteta për fakteve jo të vërteta. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam,
Çka ka thonë? Taraktukum ala mahajjatil bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha illa halik. U kam lënë në hapësirë të bardhë, të ndritshme. La yazigu anha illa halik, nuk devijon nga kjo rrugë, shumë e pastër, e qartë, shifet, përveç atij i cili të cilit Allah ja ka vulluar zemrën ose të cilit Allahu domon ka caktuar me kon i devijum. Lejluha kenaria, qatë është e qartë dhe pasër, ku dita dhe nata janë të barabartë të dukshme. Në Islami është i qartë, edhe është i pasër, edhe është i kullum, edhe është i filtrum, në të nuk ka pa qartësi. Mirë po, njerëzit u mundohen dhe më thonë me hilet e tyme, me mashtrimet e tyme, me thujësin që e kanë shpirtin e tyre, mundohen me bëket përzire, që njerëzit pastaj mos të kenë mundësi që të vlerësojnë vlerësimet e sakta edhe të shëndosha rregullat islame ose parimet islame. Tha ma ajetin që e citu pak më parë është Sura Al-Baqara ajeti 42. 9. Prej cilësive të ignorancës është gjithashtu edhe kjo dukuri është për fat keq se më kur përmendim na, hajmë se deri tash që kemi përmendur që 9-ta, asnjë se kemi huç, këtë kemi. Për fat keq edhe kjo, atëra dikush ndoshta e polemizon se a janë shoqëritë tona islame ose janë ignorancë. Me të vërtet, ignoranca është shumë prezente edhe me të madhe është e pranishme në jetën e muslimanëve tonë. Prezenca në përqindje e ignorancës në jetën e muslimanëve tonë është shumë më e madhe se sa prezenca e islamit. Mirë po, inshallah taala, Allahu xhaleshanuhu na mundson neve të bëhemi ai grupi i cili do të mundohet të ndriçon domethënë muslimanët anën ban vendit tonë dhe të fillojnë të kuptojnë islamin edhe të aplikojnë në jetën e tyre, që të largohet domethënë gradualisht këta cilësi të ignorancës nga mesi i muslimanëve tonë. Pra adhurimi i Allahut me bidate është pika e 9. Të adhurojmë Allahun me bidate, edhe kjo është në realitet. Zaten për shembull njeri kur të fal namaz shkon te tyrbe Sultan Muratit edhe lën domethënë në peshqir ose lën në cop stofi ose pret në kurban edhe mendon që elhamdullah kur thosh ai musliman thot po, në vjet shkoj te tyrbe Sultan Muratit edhe lo kurban ose lo në peshqir. Punë të madhe pa bën. Ose te ne për shembull Maqedonia ai musliman po sione për çdo vjet bëj me vlut. Shembull, kur ta shohësh domethënë ai mendon se bën ibadet Allahun xhaleshanuhu, mirë po kretë këta ibadete që ai bën janë bidate faktikisht në realitet. Edhe mundohet me adhuru Allahun me gjëra të cilat s'kan bazë Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Haj, nuk pret kurban për Bajram, ma pret kurban të emel shtëpisë. Shembull, në shumë raste ndodhin te muslimanë. E pse e bën të parën e nuk e bën dytën? Pse pret kurban të temeli, nuk ka bazë, bilem origjina domethënë e prerjes së kurbanit në themelet e shtëpijave ose të ndërtesa të ndryshme ose bilem të xhamiave që është katastrofa edhe më e madhe, është buron prej besimit të ignorancës ku njerëzit kur kanë kaluar për shkretina të ndryshme kanë menduar që secila shkretin e ka gjinin kryesor i cili është përgjegjës për atë sektor. Sikur ato mafiash që kanë ato lokale të caktuara, që ashtu edhe vendet domthonë gjint i kanë kurse. Edhe ka ai bosi kryesor. E tash për me qenë rahatshëm kur kalosh atë pjesë të shkretinës, dush me prej kurban për gjint, domethënë më afro gjinve, edhe pastaj i rahatshëm nuk dëmtohesh për tyve. E prerë kurbanëve domethënë në përballët e themeleve të shtëpijave ose të ndërtesave të ndryshme ose të xhamieve nga kjo buron. Me shpresë kemi prej kurbanin për gjend edhe tash gjend nuk kanë më dëmtuar shtëpi ose ato banat aty vendit. E tash kjo ndoshta nuk do të kishkon shumë problem i madh me pasqim vetëm se te masa ignorante e popullit ton, ama po na mendoj kur temel xhamis pritet kurbani. Pa mendoj ku ka ignoranca edhe xhaleti edhe masona dikush pastaj e merr për drejt me thon me etiketu domethën musliman që luftojnë kundër këtyre dukurive me lloj etiketa prej matë këshijave, vetëm se vetëm me mbrojtë